Në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi është shfaqur premiera për Te Horizontit e Eugene O'Neill e sjell në Shqip nga regjizori Silvia Goskova. Vepra ngjalli emocione të forta tek publiku, duke reflektuar mbi ëndrat, dashurinë, fatin dhe kufitë e zgjedhjeve njerëzore. Për regjizorin e shfaqjes, kjo dramë është një udhëtim i brendshëm që prek çdo kënd sepse flet për atë që humbasim teksa ndjekim ëndrat tona. Është një thirrje për të parë për te vetes, për te horizontit të zakonshëm. Jam përpjekur fort, kam bërë më të mirën time të mundshme për të sjellë diçka cilësore, për të sjellë diçka me parametrat të teatrit, ashtu si teatri vetë e kërkon. Dhe kjo nis që me zgjedhjen e një vepre të tillë dhe të një dramaturgu siç është Eugene O'Neill, një dramaturg amerikan i cili përfaqëson një teatr realist ku mbizotëron në shfaqje, mbizotëron emocioni vërtet. Emocionet pas shfaqjes i kanë ndarë edhe disa nga aktorët, të cilët kanë vlerësuar bashkëpunimin me regjizorin si dhe pritjen e publikut korçar. Unë jam shumë e lumtur që Silvia Goskova tregoi edhe një herë që është një djalë shumë i talentuar, shumë pasionant dhe që solli jo vetëm një regji fantastike, një teatr të vërtet, por solli edhe një rol shumë karakter. Në fakt, tendenca e kësaj shfaqje ishte për të shkuar atje. Për të shkuar tek teatri i vërtet dhe jo te të shtampa, të shabloni. Regjizori u përpoj shumë, po të gjithë bashkarisht sepse është punë komplekse. Është përbashkët tek personazhet të hynte vertikalisht dhe jo horizontalisht. Të hynte nga lart poshtë deri te këmbët. Për të zbuluar çfarë ndodh brenda tyre. Për Te Horizonti do të vijojë të shfaqet edhe këtë të diel, duke ftuar publikun të përjetojë një vepër të rrallë mbi natyrën njerëzore dhe fatin që s'mund të shmanget.